Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Mashtrimi me bukët në Shqipëri. Mos blini pas orës 5 të mbasdites. Shitja zbulon arsyen tronditëse. E ngrohin dhe e shesin si të freskët. Shitësja e furrës së bukës zbulon mashtrimin e përditshëm që shumica e qytetarëve nuk e kuptojnë. Buka që blini pas dite mund të jetë që nga mëngjesi ose më keq që nga dita e dieshme. Një dëshmi shqetësuese është publikuar së fundmi në një platformë ku një shitse anonime që punon në furrë buke në Tiranë ka hedhur dritë mbi një praktikë të përhapur, por të panjohur për shumë konsumator. Rishitja e bukës jo të freskët, gjoja sikur sapo ka dalë nga furra. Sipas dëshmisë së saj, buka që prodhohet në orët e para të mëngjesit dhe që nuk arrin të shitet gjatë ditës, nuk hidhet fare dhe nuk çregjistrohet si mbetje, por shpesh rikthehet në shitje gjatë ditës së nesërme me trukun si e ringrohur. Ka raste kur buka që nuk është shitur në mëngjes nuk flaket në kosh. Thjesht ngrohet pak dhe vendoset sërish në përrafte, shpeshherë në të njëjtat qese që kanë qenë më parë. Ndodh shumë shpejt kjo lëvizje e ulët. Mashtrimi i freskësisë. Në pamje të parë, buka që nxirret nga rafti pas orës 17 duket e sapo dal nga furra, e ngrohtë me avull dhe menjëherë që ngatërohet lehtësisht me atë të produktit të freskët. Por në realitet ajo mund të jetë bukë që ka kaluar 2 ditë në raft dhe që nuk është shitur. E ngroj në furrë, e vendosi në frigorifer, e kthej në modalitetin e ngrohjes për të nxjerrë avull. Klienti mendon se ajo është e sapo dal nga furra, por në fakt është një bukë e ndenjur. Përfitimi bëhet për përfitim ekonomik dhe mungesë transparence ndaj konsumatorit. Edhe pse kjo praktikë nuk përbën rrezik të drejtë për drejtë për shëndetin, ngritja e shqetësimit vjen në raport me cilësinë, ndershmërinë dhe të drejtën e konsumatorit për të ditur se çfarë po ha. Për një produkt bazë siç është buka, që konsumohet çdo ditë në çdo familje shqiptare, pritshmëria është për një freski dhe për cilësi minimale, por thelbësore. Nuk është se ka rrezik për shëndetin. Mund të hash edhe një bukë që është e ndenjur 5 ditë dhe nuk të gjen asgjë, por ideja është se konsumatori vjen me idenë e freskisë dhe transparencës. Ligji çfarë thot? Kodi ushqimor shqiptar kërkon etiketim të saktë dhe informim të drejtë të konsumatorit për natyrën dhe datën e prodhimit të produkteve shqiptare. Megjithatë, në produktet e furrës ku etiketimi zakonisht mungon, përgjegjësia ndjeshëm mbi subjektin që prodhon dhe shet bukën. Në një treg ku konsumatori nuk është gjithmonë i mbrojtur, ky zë i sinqert vlen si një kujtesë për të kërkuar më shumë ndershmëri, cilësi dhe respekt në produktet që konsumojmë çdo ditë.